Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga pallati I sporteve Qazim Dervishi I Shkodrës. Për nga po transmetojmë direkt ndeshjen e voleybollit për femra, është Superliga voleybollit për femra, java e 4, Vllaznia Vendase dhe Pogradeci Mysafir. Jemi në setin e dytë të ndeshjes. Në setin e para ka fituar ekipi Pogradecar, që drejtohet nga trajneri I Shkodran Besnik Lisha me shifrat 16-25, ndërkohë që Pogradeci kryeson edhe në setin e dytë me shifrat 10-22. Shërbimi për Pogradecarët është Ballçiti, pastaj ka kaluar Basha topin në fushën kundërshtare dhe gabon numri 2 I ekipit Korçar, dhe topi është për Vllaznin, e cila po luan në të momente me Bashën, me Thesi Axhemin, me Kaçin, ndon është edhe Çeraj, së bashku me Sinanin, tekniku I Vllaznis Dorian Tafa ka hedhur në fushë I pakënaqur për disa luhatje në këtë set, por dhe në setin e parë ka ulur në sot disa nga titullarët dhe tashmë ka lënë hapësirë elementi 3 dhe pika para fundit për ekipin Korçar, 11 Vllaznia 24 Pogradeci. Shërbimi për numrin 10 Kejda Kodra të Pogradeci, shërbimi për pikën e fundit në setin e dytë. Ballçiti ka topin e parë, pastaj Axhemi ka kombinuar me Bashën, sulmi për Pogradecin, Ballçiti mjaft mirë përsëri Thesi Axhemi ka kombinuar me Bashën, por Pogradeci ka finalizuar me numrin 18 Kennedy, 25-11 fiton Pogradeci setin e dytë dhe duke fituar dhe setin e parë 25-16 kryeson me sete 2-0. Të momente ndrohen edhe fushat, Vllaznia sposohet nga krahu I djathtë I ekranit tuaj të nderuar shikues, I ekranit Feriu Sport, që po përcjellet tek ju drejt për drejt këtë ndeshje, dhe në ekranin e djathtë është postuar Pogradeci. Jemi në javën e 4 të kampionatit të Superligës e voleybollit për femra, ku ekipi I Vllaznis vjen pas një fitore në transfert me Korabin e Peshkupis dhe 2 humje në shtëpi, fillimisht me Skënderbeun e Korçës dhe së fundmi javën që lëm pas u mund nga Dinamo me rezultatin 1-3 në këtë pallat sporti, ndërkohë që skuadra kundërshtare është me pikë të plota. Pogradeci kryeson me 3 fitore, 3 ndeshje 3 fitore, skuadra kryesuese në javën e 4, ndërkohë që për ditën e sotme kalendari I Superligës së voleybollit për femra, krahas shiftit Vllaznia Pogradeci, që po e ndiqni drejt për së drejti nga pallati I sportit Qazim Dervishi I Shkodrës. Luhen edhe 2 çiftet e tjera, Dinamo pret Teutën në kryeqytet, ndërkohë që Skënderbeu pret Partizanin në Korçë. Nesër luhet ndeshja tjetër e femrave, Korabi Tirana. Ndërkohë që për meshkuj, për javën e 4 kemi 3 çifte që luhen sot, Elbasani Tirana, Skënderbeu Partizani dhe Vllaznia pret Erzenin.
po ditën e sotme në pallatin e sporteve Qazim Dervishi të Shkodrës. Nis seti 2, seti 3 më falni, me shërbimin e Vllaznisë është kapitenja Sara Beci, kalon topin, sulmi për Pograt e Caret, që shënojnë 0-1 për ekipin mysafir që nisë mjaft mirë. Këset të tretë, Vllaznia luan në këtë ndeshje me Laura Ballçitin, me Gjoja Kaçi, Mariana Ndou, Edna Erkoçi, kapitenja Sara Beci, Kozumaj, Elira Rukaj, Brikena Bashaj, Melisa Sinani, Kesi Axhemi, Dobrina Toseva, volejbolistja nga Maqedonia e Veriut, Rajsa Ceraj dhe Uerda Kopliku, trajneri Vllaznisë Dorian Tafa. 0-2 për Pogradecin, shërbimi përsëri për tesh direkt nga shërbimi ka shënuar Elma Bajrakterevic, ku krahas asaj luajnë në këtë ndeshje edhe kapitenja Paula Gjata, Stella Agolli, Edona Kalludra, Elma Bajrakterevic që e theksuam, Keita Kodra, Emanuela Ramo, ka shënuar Vllaznia pikën e parë, 1-3 për Pogradecin, përdijuar me Pamela Olivera da Silva, Adena Prenjasi, Antonia Valentina Mova, Kennedy Stanvort, Angela Mehmeti. Kjo është formacioni Pogradecit që drejtohet nga tekniku Shkodran Besnik Lisha, me zëvend të trener Semir Dragoj. Sulmi ishte për Erkoçin e Vllaznisë, por finalizon Kennedy për Pogradecin, pikën e 4 ndaj 1 të Vllaznisë. Takimi po gjikohet nga dyshe arbitrës, ku në kull është Kastriote Tota i kategorisë së parë, ndërkohë në fush, arbitri i fushës është Eleni Zenullari i kategorisë ndërkombëtare. Veçgues nga Federata Shqiptare e Volejbollit është Konalsi Gjoka. 2 Vllaznia, 4 Pogradeci, shërbimi për Vllaznin me Melisa Sinanin. Sulmi për Pogradecin që mban në lojë Vllaznia. Përsëri sulmi për Mikeshat nga Pogradeci që finalizojnë me numrin 16 Valentina Mova. 2-5 për ekipin Pogradecit në setin e 3 dhe 0-2 gjendja seteve për Pogradecin që ka fituar 16-25 dhe 11-25. Kaçi të top për Ndon, nuk e lejon Pogradecit që të shënoj. Erkoçi, jo, ishte numri 19 Rajsa Ceraj që ka shënuar të pikë të 3 për Vllaznin ndaj 5 të Pogradecit, shërbimi për Mariana Ndon, dhe pikat më të forta të sulmit e Kuqe Blu. Ndou kalon shërbimin, bukur, sulmi për Pogradecin dhe ka finalizuar sërishmi ajo që shënoi më herët Valentina Mova. 3 Vllaznia, 6 Pogradeci, shërbimi për Pogradecin përmes e Keita Kodra. Beci për Erkoçin që ka gjuetur jashtë antenave kufizuese. Pika 6 për Pogradecin që kërkon të mos se lëshoj në fushën e lojës, kur ka fituar 2 sete, përkatësisht 16-25 dhe 11-25, kërkon që ta mbyllë setin 3 me fitore dhe
të largohet nga Shkodra me një fitore të pastër 0-3 për të mos prishur kolonën e fitoreve, kur në 3 ndeshjet e para ka realizuar 3 fitore. Merit kjo e pa diskutueshme edhe e trajnerit nga Shkodra, ish voleybollisti i Shkodran të mirë njohur Besnik Lisha. Ka shënuar Edna Erkoçi drejt për drejt nga shërbimi për Vllaznin, pikën e 5, ngushtohet në 1 diferenca, 5-6 për Pogradecin. Përsëri në shërbim Edna Erkoçi. Sulmi për Pogradecin që shënon si zakonisht në diagonale është Valentina Mova, një voleyboliste huaj, e cila është për krahun e 3 huajve që luajnë për Pogradecin. Shërbimi është pikërisht për të. 5-7 kryeson Pogradeci dhe gabon pikërisht ajo që shënoi pikën e më pashme. Jep Vllaznis pikën e 6, një me pak se sa Pogradeci. Shërbimi është për Rajsa Ceraj të Vllaznis, një voleyboliste e re tek formacioni i Dorian Tafës. Beci, përsëri Beci, këtë radhë për ndohë nga vija 2. Erkoçi mban në lojë për Koçin. Beci Erkoçi, një dyshe që spikat për kombinimet, një dyshe që kanë luajtur sezonat e fundit së bashku. Shërbimi përsëri për Cerajn. Nuk arrin Vllaznia. Ta kaloi të top, do shta dhe prita topit parë nuk ishte në mënyrën më të mirë. Spostohet, zhvendoset avantazhi +2 për Pogradecaret. Shërbimi për kapitenën nga Pogradeci, Paula Gjata. Ngecje e tentuar nga Beci, por shënon Pogradeci. 7-9 për Pogradeci. Gabon Pogradeci, pika 8 për Vllaznin. 8-9 rezultati. Është një baraspeshje në këtë set të tretë ku Vllaznia e tekniku Dorian Tafa kërkon ta marrë këtë set dhe për të rihapur takimin. Të shikojmë si do të jetë ecoria e këtij seti, por është Kennedy Stanford e Pogradecit që e qonë në +2 përsëri avantazhin e Pogradecit, duke dhënë mundësi Elba Bajraktarovic të kaloj shërbimin me probleme. Kjo shërbimi një e majt e gabueshme për Bajraktarovic, që ngushton në 9-10 rezultatin gjithnjë në favor të mikeshave nga Pogradeci. Po ka shënuar Kejda Kodra. 9 Vllaznia, 11 Pogradeci. Kennedy Stanford në shërbim për Pogradecin, kalon shërbimin, ka për Koçi, atje shkon përsëri topi. Diagonale e suksesshme e Valentina Mova. 9-12 +3 Pogradeci.
në setin e tretë. Ku gjenja seteve është 0-2 për Pogradecin, i cili ka fituar me shifrat 16-25 setin e parë dhe 11-25 setin e dytë. Kjo pikë është shënuar në këtë momente nga Marian Andou, e çon në 10 me 12 rezultatin. Largohet Ballçiti nga formacioni i parë në fushë. Është voleybolistja e re e Vllaznis, Rajsa Ceraj. Ndrymore tek Pogradeci. Largohet Angela Mehmeti, në lojë kapitenja Paula Gjata. Shërbimi për Edona Kalludrën e Pogradecit. Pogradeci me këtë sulm të gjen një hapësirë, një zbrastir, një pozicioni i zbrazët në gjysmë fushën e Vllaznis, 10-14 për Pogradecin. Sërishmi Edona Kalludra për Pogradecin në shërbim. Gabon, pika 11 për Vllaznin dhe 14 të Pogradecit. Mariana Ndou në shërbim për skuadrën shkodrane. Shërbimi fort i saj dhe direkt pik. Direkt pik e Ndout, pik frymëmarrje, se jo dhe besimi për të rikthyer edhe rezultatin. 12-14 kryeson Pogradeci, shërbimi përsëri për Mariana Ndoun e Vllaznis, përsëri shërbimi fort, e vën në vështirësi Pogradecin, por është numri 10 e Keda Kodra, që ndërpret entuziazmin e Vllaznis, duke dhënë pikin e 15 Pogradecit. Është Kodra në shërbim. Ballçiti mban në lojë Vllaznin me këtë top e kaluar, por kapitenja Paula Gjata për skuadrën mysafire shënon pikën e 16 dhe 12 të Vllaznis. Shërbimi për Keda Kodrën. Pushimi i kërkuar nga trajneri i Vllaznis Dorian Tafa. Kërkon në Tafa që të mos humbas të set, por ka të vështirë për Pogradecit. Shikoni plani i parë pikërisht për trajnerin e Vllaznis Dorian Tafa, cili në 3 javë kampionat ka 1 fitore me Korabi në transfer dhe 2 humbje në shtëpi me Skënderbeun dhe Dinamo, ndërkohë që në krahun tjetër një tjetër teknik shkodran nga Shkodra, por që drejton Pogradecin Besik Lisha, vjen në Shkodër me një bilancë super pozitiv, 3 ndeshje, 3 fitore dhe kryesues i tabelës së klasifikimit. Shërbimi për mikeshat nga Pogradeci është Keda Kodra. Një gabon, por e mban topin në lojë. Sulmi konkludues për kapitenin Gjata, pika 17, plus 5 Pogradeci në këtë set të tretë, ku kryeson në set të 0-2. Shërbimi për Kodrën e Pogradecit, Beci ka kombinuar me Tosena Dobrina, pika 13 dhe 17 të Pogradecit. Shërbimi për Edna Erkoçin. Mushtohet dhe 4 diferenca e ekipit e kryesueses Pogradeci, Erkoçi,
Sulmi për Pogradecin. Ndo Beci për Dobrinën. Gabon pikërisht Valentina Mova për Pogradecin dhe 14-17 gjithnjë për Pogradecin, po tashmë me +3 ngushtohet diferenca. Shërbimi përsëri për Edna Erkoçin. Vllaznia e kërkon që të mos e lëshojë këtë set, por e ka të vështirë përballë një Pogradeci shumë të motivuar. Erkoçi, Beci për Dobrinën, sulmi për përsëri sulmi për Pogradecin. Ballçiti, Beci për ndon nga vija dytë. Shënon Mariana Ndo dhe ngushtohet në 2 pikë diferent rezultati. Gjithnjë në favor të Pogradecit, por tashmë 15-17. Shpresa për vllaznin për të rikuperuar në rezultat. Ka dhe mbështetjen e tifozërisë shkodrane, ka lënë topin nga shërbimi Erkoçi, Ballçiti, Beci për Ndon dhe përsëri Ndo ka shënuar. 16 vllaznia, 17 Pogradeci. Tashmë shtohen emocionet, drithërimat. Ka mundësinë Erkoçi që të udhëhet skuadrën drejt një barazimi të mundshëm në këtë shërbim. Do të jetë shumë e kujdesshme. Ka kaluar shërbimin, e ka kaluar mirë. Sulmi për Pogradecin, që shënon në diagonalen, nuk fal atje Valentina Mova, sa i jepet mundësia nga ky pozicion. Është një shotere pa përmbajtshme. E çon në +2. Kur vllaznia ishte gati ta barazonte rezultatin, e çon në +2. Pogradeci që kërkon të mos lëshoj këtë set dhe të largohet me fitore 0-3 nga Shkodra. Kaçi, Ndo, sulmi për Pogradecin, topin loj, përsëri sulmi për Pogradecin, që ka shënuar kapitenja Paula Gjata, pikën e 19 dhe 16 të vllaznis. Shërbimi për Valentina Mova. Ballçiti, Erkoçi, ka kaluar Ceraj. Pa përmbajtshme me shotimin e saj Kennedy Stanford dhe 20 ka shifrën e 20 pikeve. Pogradeci ndaj 15 të vllaznis. Tashmë fillon malorja e vështirësisë për vllaznin nëse shënon pikën e radhës e Pogradeci, por është vllaznia që kundra përgjigjet me Tosena Dobrinën. 17-20. Shërbimi për Rajsa Cerajn e vllaznis. Frymëmarrje për Kuqe Blut. Dhe shikojmë nga do shkoj kjo pikë dhe shkon për Pogradecin që nis marrëshimin drejt pikës e 25, nëse do t'ja arrijë me sukses, do të largohet nga Shkodra me fitore 0-3 kur ka fituar 2 setet e parë, 16-25 dhe 11-25. Beci ka finalizuar Dobrina, volejbolistja nga Maqedonia e Veriut. 18 vllaznia, 21 Pogradeci, +3 është skuadra mysafire. Kapitenja Sara Beci për vllaznin në shërbim. Vazhdon sulmi për vllaznin.
ishte farar pranë pikës, për atë që nuk e shënoi Vllaznia, e ka shënuar skuadra mysafire që shkon në shifrën 22. 18 Vllaznia, 22 Pogradeci. Shërbimi për Da Silva Olivera. Sendo që ka finalizuar me pikë për shtri Vllaznia është ende në lojë. Është -3, 19-22, por gjithçka ndodh në voleyboll ka përmbysje. Nëse shënon këtë pikë Vllaznia, atëherë morali i saj është më i madh. Beci për Koçin. Bukur Vllaznia, po tregon shpirt gare në këtë set të tretë, ndryshe nga dytë më pashmit. Bashiti ka topin e parë në mënyrë mjaft mirë, ndodh. Është në radhë është për Pogradecaret. Bashiti, bukur dhe kalon topi. Sulmi për Pogradecin, që shënon numri 4 Edona Kalludra. Një pikë ndoshta vendimtare për skuadrën mysafire. 19 Vllaznia, 23 Pogradeci. Edhe 2 pikë i duhen skuadrës mysafire për të fituar krejt ndeshjen, për të fituar setin dhe krejt ndeshjen. Shërbimi është për Kennedy Stanford e Pogradecit. Ballçiti, Beci për Ndon. Blok dyshi Pogradecarëve dhe pika parafundit. Edhe një pikë dhe merr fund kjo ndeshje nëse shënon Pogradeci. 19-24. Sulmi dhe shërbimi për Pogradecin. Ballçiti ka topin e parë. Beci për Koçin. Për stritën ton Ballçiti me vijën e dytë. Topi akoma në lojë dhe bloku dyshi Pogradecit shënon pikën e 25 ndaj 19 të Vllaznis dhe fiton setin e tretë dhe të gjithë ndeshjen 0-3. Të nderuar shikues, nga unë Gaspar Marku në rolin e komandatorit ju përshëndes nga Pallati i Sporteve Qaqi Dervishi i Shkodrës në këtë ndeshje të javës së 4 të voleybollit për femra, ku Pogradeci mundi Vllaznin me rezultatin 0-3 dhe regjistron fitoren e 4 radhazi duke kryesuar Superligën e femrave, ndërkohë që Vllaznia regjistron humbjen e tretë, që të trija në shtëpi dhe ka vetëm një fitore në transfert me korabin e Peshkopis. Miru takofshim në transmitimin e ndeshjeve të tjera. Deri atëherë miru pafshim.